Në ndryshim nga një ditë më parë mëngjesin e së shtunës, rruga që lidh Dajqin me Daraxhatin në pikën e quajtur Aurelat e Shirgjit nuk ishte e kalueshme për automjetet. Niveli i ujit kishte kaluar 50 cm, ndërsa në disa segmente arrinte deri në 70 cm sipas banorëve. Sipas tyre, shkaki i kësaj rritje janë shkarkimet e kryera gjatë natës nga kaskada e Drinit. Rruga që kalon Shirq për Daraxhat, edhe me Shkodër, është e bllokuar për makinat vogla, mjete që shkojnë për çdo ditë. Edhe e djeshmja, me të pardjeshmjen ishte domethënë një ilçim që e thoshin ata pretendoshin, por e sotshmja është 40 cm ujë plus, që rruga është e bllokuar. Kjo është vetëm uji hidrocentralit i Drinit. Në shkarkime domethënë. Po. Ndërkohë tek ura kryesore në hyrje të Dajqit pranë nën stacionit elektrik, një tjetër pikë e njohur për rrezikshmëri përmbytjeje, banorët theksojnë se nëse situata mbetet në këto nivele, rreziku i përmbytjeve mund të mbahet nën kontroll, megjithatë frika mbetet e pranishme. Pa dame ka mundësi edhe mos me kalu. Pa dame, mund të ketë dame. Pse për shembull sipas jush keni frikë? Mund të kaloj via Aurel e merr fusha tani ka shtëpiat. Po më shtu më neve. Edhe deluja nena dhe na myt. E bllokon ky asfalti sa është nel shumë asfalti. E kanë bën net këtë asfaltin tu dhe bllokon e myt e çon ujin sipër. Po në rast se çohet se me kes ujë s'na bën zë. Me kes ujë ta mojnë. Më shumë pelset atë. Sipas njoftimit të Bashkisë së Shkodrës, në zonën e Dajqit janë të përmbytura 100 hektar kullota, 300 hektar në Knet dhe 30 hektar në Knetën e Pentarit, ndërsa niveli i lumejve, Bun dhe Drin është rritur me 10 deri në 20 cm. Sipas raportimeve të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, shkarkimet nga hidrocentrali i Vautetejës janë 700 m3 ujë në sekond.